Ndërmarrja publike ambienti, e cila është themeluar në fillim të këtij viti, po përballet me probleme të shumta. Kjo ndërmarrje përveç parkingjeve, nën menaxhim ka edhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në Ferizaj. Mirë po për shkak të mungesës së pajisjeve të punës dhe numrit të vogël të punëtorëve që merren me pastrim, mirëmbajtja e hapësirave të gjelbruara në qytet lë për të dëshiruar. Drejtori i kësaj ndërmarrje, Izet Rushiti, thotë se nuk kanë buxhet të mjaftueshëm për të rritur numrin e punëtorëve dhe për të blerë pajisje për punë. Ai fajson komunën për mos përkraje të kësaj kompanie që vetë themeloi. Ne nuk jemi pajis, halo me vegla dhe mjete punës të cilat do t'i përballojnë gjithë këtë volum të madh të punëve që ka nevojë qyteti. Por intenca jonë është që krahas investimeve që do t'i bëjmë, duke marrë ndoshta edhe ndaj tender ose ndaj donacion, që puna e parë që na t'jem në gjendje me mirëmbajtje gjithë këto hapësira të gjelbruara është blerja e mekanizmave dhe fuqia punëtore. Kështu që intenca jonë është kjo, gjatë çdo dite, gjatë çdo muaji presme që na të forcohemi, në këtë muaj kemi një inkasim më të mirë, pak a shumë me ato çka kemi do të blejmë pajisje, që se duke blerë edhe pajisje edhe mjetet të punës edhe me punëtorë do të kryejnë një punë pak më të madhe, do të ndahen përgjegjësia ndaj shërbimeve dhe do të jemi në gjendje më të mirë. Kështu që presmi të investojnë. Pa bërë investime është problem që na ta mirëmbajmë gjithë këto hapësira ashtu siç duhet. Ndërsa drejtoresha e shërbimeve publike në Ferizaj, Mimoza Fazliu, deklaron se komuna e ka ndihmuar mjaft shumë financiarisht këtë kompani. Mirë po sipas saj është drejtori Rushiti, ai i cili nuk po e menaxhon si duhet këtë ndërmarrje. Unë nuk jam e kënaqur të thot me drejtorin e ambientit, është një keq menaxhim. Do thot se është një stërngarkim i punëtorëve, të administratës, ndërsa vetëm 6 janë do thot në që kujdesen për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbra. Do të nuk mund të kenë ata 6 njëkohësisht në gjitha vendet, që në Sheshe, në Vareza, në parkingje. Do thot është dashur më shumë të ketë punëtor terrenit, ndërsa më pak punëtor të administratës. Është do të ndonë Elina na kredi do të thotë që është ndërmarrje e re, do të thotë që ka probleme. Na kemi ndihmuar, do të thotë kemi dhënë projekt, do të thotë nesër ai ka fituar me mënyrë të rregullt, në mënyrë të prokurimit. Mirë po, është një ndihmës, do të thotë që start i ka marrë 10.000 €, do të thotë që themelu, pastaj 60.000 € projekti. Edhe parkingjet i ka, do thua se të gjitha, nuk është edhe pa buxhet. Mirë po, është një keq menaxhim, do thotë që unë nuk mund pa e thonë. Ai tender nuk mjafton që na ta mirëmbajmë gjithë këto hapësira që i përmendëm. Ndërmarrja publike ambienti ka filluar të funksionojë në janar të këtij viti. Detyra e saj është të mirëmbajë hapësirat publike, varresat e dëshmorëve, përmendoret e të tjera, si dhe menaxhimin e parkingjeve publike. Kjo kompani ka të punësuar rreth 70 punëtorë, ku vetëm 6 prej tyre janë të angazhuar në pastrimin e hapësirave publike.